Në kuadër të veprimtarive të pranverës frankofone, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë në Universitetin Fanstilianoli në Korçë zhvilloi një orë të hapur me temë stereotipi, paragjykimi dhe diskriminimi me profesoren belge Laurence Livens. Aktiviteti i zhvilluar në gjuhën frënge mblodhi së bashku student, pedagog dhe nxënës të seksionit dy gjuhësh të gjimnazit Raishi Shirinxhi, si dhe student nga universitetet e Tiranës, Shkodrës dhe Elbasanit përmes platformës online. Është Departamenti i Gjuhëve të Huaja dhe konkretisht programi i gjuhës frënge që organizon këtë aktivitet në bashkëpunim me një pedagoge belge, Laurence Livens, e cila ushtron aktivitetin e saj në Bruksel. Ajo është drejtoresh e një organizate Step to You dhe gjithashtu pedagoge, trajnuese, e mësuesve, pedagogëve, nxënësve, studentëve. Ajo do të zhvillojë një leksion të hapur sot për nxënësit dhe studentët tanë të gjuhës frënge, qoftë të degës së gjuhës frënge por dhe ata të anglishtes, në lidhje me tematikën. Tematika do të jetë stereotipi, diskriminimi dhe mënyra si mund t'i kalojmë problematika të tilla. Takimi u përshëndet edhe nga ambasadorja e Francës në Shqipëri, Catherine Suard, e cila vlerësoi rëndësinë e këtij diskutimi në një mjedis akademik. Studentët dhe pjesëmarrësit patën mundësinë të ndajnë reflektime mbi mënyrat e tejkalimit të paragjykimeve dhe ndërtimin e një shoqërie më të drejtë e gjithëpërfshirëse.